nuk arrita me shku për shkak pikërisht pro të këtij takimi që kemi sonte, pavarësisht kohës së ftoftë, pavarësisht motit jo të lehtë për me dalë për këto tubime, shohim që qytetarët e Kosovës, pra duke pas parasysh ndërgjegjjen e tyre të lartë, vetdijen e tyre të lartë politike, kanë vendosur që të mobilizohemi bashkërisht që me datën 28 dhjetor të japim vendit një qeveri dhe një kryeministër, siç është zoti Hamza, dhe besoj me një agjendë të qartë ekonomike përpara. Dhe sot mendoj që Republika e Kosovës ka nevojë për stabilitet dhe zhvillim të qëndrueshëm, jo për krizë dhe për tension. Kosovës i duhet një udhëheqje e cila e dëgjon popullin dhe punon për popullin, si dhe besoj që qeveria e Kosovës në të ardhmen, pra pas 28 dhjetorit që do të udhëhiqet nga zoti Hamza, do ta ketë vizionin e qartë se ku do ta çojë Kosovën në 4 vite të ardhshme. Prandaj me gjithë këtë angazhim që kemi, me gjithë këtë ristrukturim që kemi pas edhe brenda si parti, pra ne kemi dalë secili nga vetvetja, asnjëri nga ne nuk e ka nxjerrë veten në plan të parë, duke filluar nga ish-kryetari i partisë zoti Krasniqi, i cili e krijoi një atmosferë jashtëzakonisht të mirë me ardhin e zotit Hamza, pra në një atmosferë festive, mund të them, në kuadër të Partisë Demokratike, dhe në anën tjetër është shumë e rëndësishme që për te disponimit të mirë në Partinë Demokratike, angazhimi i eksponentëve të rëndësishëm që kanë qenë jashtë dhe që sot janë pjesë e Partisë Demokratike, që kanë ndihmuar në ndërtimin e këtij vizioni që besoj pak a shumë do ta shpjegojmë edhe në pika shkurta gjatë kësaj periudhe. Është e rëndësishme të thuhet që qeveria e zotit Hamza, qysh në muajt e parë do t'i adresoj çështjet që lidhen kryekput me mirëqenien e qytetarëve në vendin tonë. Ajo që kemi thënë pra në vazhdimsi është ngritja e pagave që do të ndodhë në muajt e parë të qeverisë së zotit Hamza. Pra janë dikun mbi 100.000 qytetarë të Republikës së Kosovës që marrin paga nga buxheti i Republikës së Kosovës, përfshi këtu mjek, arsimtar, mësues, polic, zyrtar të administratës shtetërore, ushtar, e shumë kategori tjera që mos t'i përmendi gjitha, të cilëve do t'ju rritet paga. Do të rriten pensionet po ashtu mbi 50% dhe nuk do të ketë pension nër 250 euro, siç e ka potencuar edhe zoti Hamza. Dhe në anën tjetër që është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet, do të ndërmarrim disa iniciativa ligjore, të cilat kanë të bëjnë po ashtu me jetën e qytetarëve, me përmirësimin e mirëqenies së jetës së qytetarëve në vendin tonë. Se do t'i kthehemi pastaj, do të flasim pak edhe për mandatin e kaluar dhe për pllakatën e gjitha temat, por ku po e sheh rritjen e PDK-s nëse e krahasojmë me nënshkurtin? Qoftë me regione, qoftë me kategori sociale, ku po sheh që ka të themi mund të kalojë nënshkurtin? Nëse flasim për qytete, mendoj që Prishtina, Partia Demokratike në qytetin e Prishtinës po është në një rritje jashtëzakonisht madhe. Prandaj në anën tjetër edhe ish kandidati jon për kryetar të komunës zoti Urani Ismaili ka bërë një punë të jashtëzakonshme së bashku me gjithë ne pra në Prishtinë, së bashku me zonën Qitaku, me gjithë ne që kemi qenë pjesë e ekipit të tij. Mirë po ai ka prija ti ekipi dhe ati i ka prija ti ekipi i cili ka shënuar një rezultat të jashtëzakonshëm në Prishtinë, pra mund ta imagjinoni sot Partia Demokratike e ka lënë lëvizjen vetëvendosje në qytetin e Prishtinës si parti politike, jemi partia e dytë dhe po ashtu jemi shumë afër me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ky është një rezultat jashtëzakonisht i madh. Në anën tjetër, nëse shohim si region, po ashtu në Ana Morav, në Viti, Kameniz dhe Gjilan, Partia Demokratike po ashtu sot e ka një prezencë shumë të madhe sa në të kaluarën. Mund të them që në rrafshën e Kosovës kemi qëndruar jashtëzakonisht mirë dhe si parti jemi e para pra në shumicën e këtyre komunave, duke mos e përfshi Prishtinën, dhe po ashtu ato bastionat tona tradicionale vazhdojnë të jenë të fuqishme dhe po ashtu e kemi gjithashtu edhe në rrafshën e Dugaxhinit një prezencë shumë të madhe me një numër të ri të kandidatëve që sot janë pjesë e Partisë Demokratike. Në anën tjetër, nëse dalim tek programet, tek angazhimi